salmon për 20 minuta. Si të përgatitim tani salmon për 20 minuta? Si që dim të gjithë, salmoni nuk do shumë orë. Që kështu është një gatim i shpejtë edhe kur s'keni gatuar ndonjë gjë, mbaroj edhe bidoni vaj siç mund të shikoni, që kështu duhet të blejmë edhe vaj. Të blejmë, të na dërgojnë, të shkojmë tani. Do ikim në Shqipëri të marrim, nuk i dihet. Tani që thoni, i hodhëm pak vaj ulliri, se salmoni ka vajin e vetë. Pastaj janë nga lartë një çik krip, një çik piperë. Unë do t'i hedh edhe limon, se më pëlqen kjo, ose çdoni juve mund t'i hedhni limonë. Edhe pastaj do ta vendosim në furrë salmonin. Unë e vendos në 180 gradë, siç u thash 15-20 minuta. Një çik sa të kuqet nga lart ashtu, po ta doni të bëhet edhe një çik më krokant ashtu, mund ta lini pak më shumë. Edhe shikoni se sa i mirë që del. Perfekt. Tani mund ta shoqëroni me oriz, me makarona, me çfarë të doni juve, me patate, pure ose si të doni, ose edhe me një sallatë të thjeshtë që të kaloni darkën, edhe është perfekt. Nuk doj as edhe një gjë tjetër. Kështu që thoni, salmon për sonde. Kaloni bukur, ciao ciao!